Ekspozita me foto nga varret e rreth 2600 shqiptarëve të Çamërisë, të cilët humbën jetën nga uria, etja dhe sëmundjet, rrugës për në Shqipëri pas genocidit të ushtruar ndaj tyre, është çelur mesditën e së dielës në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar. Në afërsitë të fshatit Klojgjer në Sarandë, në një varrezë masive, prehen shpirtat e qindra prej këtyre shqiptarëve, në një sipërfaqe që prej vitit 91 është në pronësi të shoqatës Çamëria. Duke folur për rëndësinë e kësaj ndërmarrjeje, kryetari i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtim Idrizi, në cilësinë e mbështetësit të këtij aktiviteti, vlerësoi se pas 65 vjetësh, shqiptarët e Çamërisë që humbën jetën në mënyrë tragjike, do të përkujtohen në mënyrë dinjitoze. Sot ne po hapim një ekspozitë, do të thoja, për një ndër tragjeditë më të mëdha të kombit shqiptar, siç janë varrezat e Klojgjerit, ku derdhjen 2960 shqiptarë të Çamërisë, të cilët nuk vdiqën rastësisht, pra nuk dhanë jetën thjesht dhe vetëm për shkaqe natyrore, por për shkak të një genocidi të tmerrshëm të atit grek, kashi shqiptarëve të pafajshëm, të cilët lanë trojet e tyre. Besoj që ky është një moment lehtësimi jo vetëm për shqiptarët e Çamërisë, po besoj për të gjithë shqiptarët, sepse siç u thash, ata e dhanë jetën vetëm sepse ishin shqiptarë. Dhe nderimi i tyre, bërja edhe për ta një varrezë njerëzore, besoj që është detyrim për të gjithë shqiptarët. Në 8 projektet e paraqitura, 3 janë në formën e skulpturave, ndërsa 5 të tjera në projekte të prezantuara në fotografi. Ndërto, një projekt është produkti i një studio projektimi nga Kosova, ndërsa 7 të tjera nga Shqipëria. Zbatimi i këtij projekti kap një vlerë mbi 1 milion euro, ndërkohë që juria përzgjedhëse përbëhet nga Artan Lame kryetar, Arben Biljoku, Abbas Hatu dhe Ardian Tana. Shpallja e projektit fitues do të bëhet pas disa ditësh dhe menjëherë pas saj do të nisë zbatimi i tij në varrezat e Klojgjerit në Sarandë.